Shi dhe breshër në Gramsh përmbyten rrugët. Këtë të shtunë qyteti Gramshit u përfshi nga moti keq i shoqëruar me stuhi të forta dhe rreshje breshëri. Si pasojë e rreshjeve intensive, uji ka vërshuar në disa akse rrugore duke shkaktuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve dhe në lëvizjen e qytetarëve. Autoritetet lokale ndodhen në terren dhe po monitorojnë situatën, ndërsa deri më tani nuk raportohet për dëme në banesa apo persona të lënduar.